Zbardhen detaje nga djegja e një lokali në Darzez më datë 30 mars rreth orës 17:30. Policia njofton se janë ndaluar 5 persona dhe është shpallur në kërkim një tjetër, motivi ende nuk dihet. Në vijim të informacionit të dhënë më datë 30/3/2025 mbi djegjen e një lokali në plazhin e Darzezës, informojmë se në vijim të veprimeve hetimore dhe operacionale në lidhje me rastin, u ndaluan shtetasit AT 23 vjeç, EM 20 vjeç, AS 20 vjeç, EL 19 vjeç dhe DL 19 vjeç, të 5 banues në Fier, si dhe u shpall në kërkim shtetasi AR 19 vjeç, pasi dyshohen si autor të këtij rasti. Vijon puna për kapjen e shtetasit AR, si dhe në drejtimin e prokurorisë, po kryen hetime për të individualizuar përgjegjësinë penale të secilit prej këtyre shtetasve, si dhe për të dokumentuar shkakun e zjarrit. Dëmi shkaktuar është rreth 30 milion lekë të vjetra, janë djegur edhe 100 shezllone dhe 60 çadra. Dyshohet se zjarri ka qenë aksidental, pasi lokali ka patur vizitorë që kanë konsumuar pije dhe cigare. Energjia elektrike ishte ndërprer, se lokali punon vetëm gjatë sezonit të verës. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprën penale shkatërimi i pronës me zjarr kryer në bashkëpunim.